Përshëndetje të nderuar. Mirëmbrëma. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje të nderuar shikues. Juve që jeni mbledhur para ekranit, gjithashtu edhe juve që jeni drejt për së drejti këtu në emisionin tani më të shikuar në media tona, Super Sfida! Bravo! Po, falimderit. E nesë thojnë me të lidh dikush, vjen dikush edhe të zgjidh. Skiftera, e pote me mua, me politikën. Edhe ty edhe politikën. Jo, sa i përket meje, Skifter, ti e di shumë mirë çfarë drejtori kem, është tipik asi Gjerman, që çdo punë e do 100%. Të sigurt, mentor Shala, drejtori Radio Televizionit Kosovës. Ai ma vasi deteren, pa e ne çdo lojë që do të bëhet në Super Sfidë, i pari që duhet ta testoj, jam on, pastaj lojtar. Është edhe një arsye tjetër pse e provova këtë lojtar, e kemi sonte një lojë shumë atraktive. Publiku do ta pres me pa dorim këtë lojë, do ndodh ajo këtu në studio, një garë shumë e bukur. Kështu që këto ishin arsyet e mia, jo ajo arsye Skifter. Përveç garës që po ndodh këtu në arenën e Super Sfidës, ky duel ka marrë për masa të mëdha. Gati në çdo familje, kjo garë po pritet shumë mirë. Familjet janë bërë tifoz lëk të vërtet të kësaj gare dhe kështu po krijohet një atmosferë e garës gati në çdo familje. Suksesi i këtij show natyrisht që përbëhet nga shumë elemente, siç është formati i emisionit, lojrat e bukura, skenografia madhështore, një ekip profesional, mirë po është edhe një element shumë i rëndësishëm që ju jep shpirt këtyre lojra. Unë dëshiroj t'ju njoftoj me komentatorin e Super Sfidës, Skifter Bllakaj. E ftoj në skenë. Skifter, shumë mica të njohin nga zëri, komentimin ndeshjes futbollit, por shumica edhe nuk kam parë, kështu që unë dëshirova që publikut këtu dhe teleshikuesve që të njoftoj me komentatorin e Super Sfidës. Ky është Skifter Bllakaj. Ka marrë shumë pyetje, Skifter, shumica pyetje kanë qenë nga ato, ka qenë edhe kush është komentatori i Super Sfidës. Bile shumica e fjalëve kanë qenë edhe një gjuhë pak tjetër, kush është ai që po e ka atmosferën e Super Sfidë. Atmosferën e ka në lojra Skifter Bllakaj. Po e bëjmë bashkë, po më duket bashkë po e bëjmë, ha? Bashkë e bëjmë, po kur po futemi në garë, ajo pjesë është një element shumë i rëndësishëm për këtë show, për këtë emision. Kështu që Skifter, desha ta di një gjë, gjatë komentimit, a e përjetoni lojën? Po më varësisht sa është loja interesante. Sa ma interesante që është loja, natyrisht që unë e futëm emocionalisht mrenda. Unë e disa herë, qysh e kam pa, unë Skifterin gjatë komentimit, është shumë interesant, zakonisht e komentatorët, ata ka një gjë futën në zyren e komentimit, kafen për para dhe komentojnë diqy shumë jo atmosferë që e kërkan, si për shembull Fatosi provoj ta godas Fehmiun, mirë po Fehmiu ishte i kujdesshëm. Qysh do ta kish komentua këtë komentatori Super Sfidës? Po këqyrë, komentatorët është e vërtet që jënë pak të ngrima dhe kur dalim para mikrofonit, se njerëzit jënë shumë të letë kur folin me njëni tjetrin, ama kur t'ja vendos kamerën për para ose mikrofonin,
është vështirë, mirë po me përvoj, vjen edhe ajo liria. Mu që kam knasë mas shumëti më knasë që gjatë tërë lojës këtu, Skëfteri, kur nuk e kam pa ullur, tanë kohën a i vrapon në për studio, tamam e përjeton lojen. Kë është vërtet një gjeni, une ose do të toja ndryshe në qofë se do të ishte një kampionat evropian i komentatorve, jam i bindur që kë do të ishte fitusi i ati kampionati. Faleminderit. Të dashur shikus, e përshëndesim edhe Skëfterin, atë kemi sot në atmosferë? Jam i nxehtë për me vazhdu këtë lojë, veç prezantoj mysafirët dhe përshkojmë. Po fillojna. Skëfter, Lakaj. Pra të ndëruar miq, sante po fillojmë garën e re me dy ekipe interesante, ekipi Vikendi dhe aktorët Shon Lerë. I ftoj në skenë së pari ekipin Vikendi. Granit, mirë në Roma, përshëndetje. Mirë në Roma, përshëndetje. Të dashur miq, sonte kemi nga Vikendi Granit, Uka, Blerta, Sylkaj dhe Arjanit Tërpeza. Mirë në Roma, mirë se... Mirë në Roma, mirë se i gjetëm. Granit, hyren e ke bosh shumë gjigante. Mjë të regu kundërshtarëve në qysh në fillim që i kina Mikal. Qysh nga fillimi friga. Friga të kundërshtarëve. Frigën palës. A i në ordi që përgaditën, apo... Po, këtë 50 kleka i bona ma herët qëtë. A për këse lojra e në të përgaditën? Gjithmonë. Këto fjallë që pithuni jo, ta shojmë qëfar fjallë që po nga thojnë edhe ekipi kundërshtar. E i ftoj në skenë edhe ekipin e aktorve Shon Lerë. Dardan, si e? A dole, Përshëndetje, mirë se erdhë në Supersfid. Mirë se gjetëm. Të ndëruar shikus, është këtë Dardan Gashi, Bujar Ahmeti dhe Agan Aslani. Ekipi që ka sjell një model krejtësisht të ri, shumë i veçantë, humorin në përmedia tona, shkurt, shpejt, fast food. Suksesi... Shumë bajat jënë konë. Te e kom bajat, me neve. Ty t'ja transferu. Mos ka ndodhe këndër ta, sa po dule granite. Shumë bajat jënë konë. E, Granit. Hecë më kene pelqy. Ashti. Që ta shbuën taze. Kjo është fabrika e forëm, me qujtë kështu ma shqiptarë, s'ke ma ndryshe. A jeni gati për lojë? Ngone. A jeni gati për lojë? Kur të një anisë. A po na i kështu? Dardan, a jeni orë si ekip e përgaditne me strategji, kush për i lojtarit, vazhësisht çfarë lojë do të azemi, Jo, kush do të uja, si në orë se kundërshtarët i kena shumë të ligë. Fort po menon Dardanit, fort. Nuk po shumë konkurencë, e në orë letë me fitu kësaj këtë runde, tani tjera të përgatitën. Ta është t'ju të regoj edhe diçka. Sot e kemë stërvit. Edhe Blertën, gjatë studimeve kemi pasë në klasë. Ja, se moj menë. Blerta din me bo shumë në vazë Dardanin. Kështu që unë jëmë pregadit sonde për Dardanin. Wow, këta pas kanë orë një strategjike i ndryshe. Si Morinje. Njërë psikologjike. Do t'jëm poshtë më njërë psikologjike. Unë jëmë kona jo që gjithmonë e kumë bo Dardani nervëz, kështu që sot Dardani më kome dekoncentru krejt. Atëherë, me që jeni gati jo, publiku, a jeni gati me startu lojen? Edhe shikues janë gati, le të shohim se cila është loja e parë. Ping pong. Kjo loj luhet në shift. Njëri duhet ta shërbej bashkëlojtarin e tij me topa, kurse ky i fundit duhet i pres ato dhe t'i fus në shport. Loja zgjat 2 minuta. Fituesi i lojës është ekipi që ka futur më shumë topa në shport. Kjo loj ka 10 pikë.
Pra, të hapëm emisionin e sonëm e hapim me lojën ping-pong. Nga ekipi Vikendi do të luajnë të parët, janë ata që fillojnë lojën, Blerta edhe dhe Graniti. Pozicionet, Blerta Shërben, ndërsa Graniti është shejtari që duhet të qëlloj topa në sport. Para se të filloni, ju lutem prit në countdownin. Kur të thot po fillon ose starti, atëherë mundi me startu. Kohën e keni të limitune, për qëndrim maksimal 10 piki keni, qofë se me ndoni me fitu veturën. Sa topa duhet mi gju? Me minute, 2 minuta. A në zem kejtë sta topa mrena. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Gjithë shka gati për ekipin Vikendi, gjithsesi, kë ekip duhet të më falenderoj mua për këtë nëse fiton këtë garë, pasi që e kam zgjedhur atë që po asistent të shejtari, mirë po Graniti nuk po duket kur par shejtari në deri tani. 20 sekonda ja topi i parë. Për topit të dytë Graniti. Hajde, Gjuje. Bravo. 1 minutë e gjysmë deri në fund. Për fakta qëlloj dhe topin e dytë, ja topi i dytë. Shojmë se sa topa dhe të qëlloj Graniti në vazhdim afrohet kohës për 1 minuti. Shkoj me një tuar trokitje i lutem për Granitin dhe Blertin për ekipin Vikendi që në kapë topin e tretë. Ja minuta e fundit dhe topi i 4 për sport. Ja dhe topi i 5 për Granitin dhe i 6. 50 sekundat e fundit për Blertin dhe Granitin deri tani 6 topa për ekipin e tyre. 40 sekonda për këta dy garues. Hajde Blerta. Duhet jenë më të qetë në këto sekundat e fundit të qëllojnë sa më shumë topa. Ja dhe topi i 7. Dhe i 8. 30 sekundat e fundit për ekipin Vikendi. Ja dhe topi i 9. Kësot para kohës Blerta. 20 sekundat e fundit shrojmë ato të kenë Hajde Blerta se këta. fuqi të qëllojnë në disa herë në sport. Ja 10 sekundat e fundit. 9, 8, 7, 6, 3, 2. Graniti, shumë mirë. Granit, a ke lujt ma ere ping-pong ajo? Kur njët. Rrit pora. 4, 6, Sa topa janë pyetjenis? 3, 5, 7, 9, 10. 10 topa për ekipin Vikendi. Graniti. Granit, prej Supersfides, nesër qyshë shko regjistro të ping-pong. Bravo, Granit. Ta shohëm nga ekipi i aktorve, lëshon lërë, qëfar loje do të bëjnë këta. Dardani Shërben, ndërsa Agani është ai cili duhet të shënoj. Shërben mirë. Lutëm nuk ka test. Dardan, ku bëta pak, o Allah muslimë. Aktorët nuk bojnë me hile, o burë. Ska lidhje me Hermanis. Pret, kanë donin të presim tani fillojnë. Ishte ja 2. Qofë se një gati, gati, Që janë i maj me qëtë top. publiku, garuesit Loja janë po gati, fillon e presin një mbështetje 5, tuaj. 4, 3, 2, 1. Loja starton. Shohem tani se çfarë saksie do të kenë Graniti, Dardani dhe Agani. Për këtë lojë definitivisht nuk duhet ta lëshojnë lehtë, duhet të e qesin parën anë dytën. 1 minutë e 45 sekonda për Aganin. Deri në fund dhe më tej nuk kanë arritur të zhvillojnë asnjë top në sport. Po ja afrohemi 1 minutë e gjysmë deri në fund. Publiku shkoj me një duar trokitje që të japi pak motivim këtyre pyetjeve mushkël. Shumë larg. Po vrehet
që kësa djemë lëshojnë shumë shpesh në lërë. Ja topi i parë. Ja topi i parë dhe i dytë pas 50 sekundave. Shojmë nëse dhe të arrinë më shumë. 1 minutë afro, 1 minutë e 3 sekunda deri në fund. Ja, po im në minutën e fundit tani. Vetëm 2 topa deri tani në sport. Shojmë ato 3 Agani që të qëlloj së paku edhe 8 të tjerë për të barazuar. Ndrohet tani, është Bujari aj që, apo Dardani. Bujari është aj që, ja topi 3. 35 sekundat e fundit, po im në gjysmë minutën e fundit, vetëm 3 topa deri tani për ekipin Lëshon Ler. Bravo, bravo! Një doa trokitje më e për zemër, t'ju lutem. 20 sekundat e fundit, 3 topa deri tani. 4 topa. Edhe 6 të tjeri nevojitet ti ekipi për të barazuar. 10 sekundat e fundit, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ty, në herë, më të lorë. Veç fillimi është. Që kemi arshu. Fillimi është. Ani, faleminderit shumë. U mërë kesh për bletët sa të herë shek sojë. Ani, zot një lorë për eset. U mboni bleta nervoz në start. Faleminderit shumë. Unë ju thash në fillim që s'bën me Lëshun Ler. Do të me të shtim dytën anë drejtë. Fillimi mbarë për granitin edhe pse ekipi Lëshun Ler me luftoj që të tretë më ndruni provun të na forcat, po... Sja u dashpi. Granit. Dardan, që ka ndodhi? O... Topat që në konë bashmije. Që shi në konë mas mirë. E vejta në të. Topi butke. Ma i shfrimi joni. I kish mrydhë blertha. Je po ata ka funin. I kish mrydhë blertha. Që ha, tje? Zbëshin. Bujan, që ka ndodhi? Kisha pak emocion, Unë i besova këti se kjo realisht o majtak. Po ku pash me djatën që ditim, as e thash që më lema mu me djatën gjyë dhone, po ku me dit. Po të që janë shumë arsye që i bohen për me hup njeri. Pagonë. Është loja e parë, kështu Kjo loja e parë është veç, Po. sigurisht edhe organizatorët e kam parëndu pak më në dzej. Që, në marrë Kështu vesh. që kemi loj tjera, kemi pik tjera, ta shojnë cila është loja e dytë. E pa qartë, neve në shfaqet një fotografi e një personi apo produkti marke të njohur. Ju duhet të tregoni se kush është në këtë fotografi, apo çfarë shihni në të. Fillimisht ajo shfaqet shumë e turbullt dhe shkon duke u qartësuar. Në çdo moment ju mund të përgjigjeni, por i pari që përgjigjet është ai që e shtyp gongun. Nëse përgjigja është e saktë, atëherë fiton pik. Nëse përgjigja është e gabuar, atëherë pik fiton kundërshtari. Kjo garë ka gjithsej 3 lojë. Kandidati apo grupi që fiton më shumë pik është edhe fitues i kësaj gare. Fotografia mund të jetë e personave publik, logo të emisioneve ose markave të njohura. Gjithsej ka 3 raunde. Kjo garë vlen 2 pik. Pra, të nderuar shikues, siç e pam, loja e dytë është një natyrë krejtësisht ndryshe. Është një quiz shumë simpatik. Mund të luani edhe jo në shtëpi, të gjithë ju që jeni para ekranit, pse jo ndani ose në grupe ose bënë të gjithë për një ekip, edhe pse ju mungon gongo, shtyp në tavolinën. Ai cili shtypi pari ka drejt për përgjigje. Kush do t'luaj nga ekipi Lëshon Ler? Dardani dhe Arjaniti. Koncentrat. Graniti Jo, Graniti, po e asiston Arjanitin, një nxemje fizike. Dështrunë në start. Në qofë se jeni gati, në anën tjetër, Arjanit në anën tjetër. Dardan, pak më lartë. Ku t'jeni gati për Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. E tash të shojmë kush do t'jetë më i shpejt. Cili prej këtyre 2 garuesve do t'a gjej këtë enigmë që po shfaqet para nesh. Cili e ka dorën më të shpejt. Kush do t'a zbuloj se kush fshihet pas. Cili prej këtyre 2 garuesve do t'i bie në fije. A thua vallë.
Kush është ky njeri? Bili. Delen Pici. Ja, kështë pa të dhe. Delen Pici. Arjaniti. Ata e breka, po. Lëshi. Penja. Pak si një do këtë si gjërat batleri. E përshëndesim shumë Delen Pici. Unë e kry, s'koli. Raundi parë në favor të vikendit, normalisht që mos takshin gjithë këtë. Më ky shprej. Do është aqvel, jo. Qupërin zemi pak. Atëherë, Për aty të rishpulla. jemi gati për raundin e dytë? O, gati. Për qëndrim, gati jemi, let filloj gara. Ekipi Vikendi ka nisur lojën më mirë. Arjaniti ishte i sakt në enigmën e parë. Shohim se kush po fshihet në këtë fotografi. Recep qosja, preke! A me preka jo? Kur don Dardani është ai që vendos Dardan. jo. Jo, ka dalë. Kush është që ky Dardan? Dardani është dikon. Yes! Bravo. Enver Petrovci. Nuk di. Bravo. Di. Ta shohim. Shetoni sa jetë. Përgjigja e sakt, edhe raundi 2, rezultati është 1-1 me loj. Por normal që 1-1, na fitojnë a gjithë. Kjo është loja vendimtare. Ai i cili e fiton edhe pikët e kësaj gare. Kush do t'i fitoj këto 5 pikë të ardhshme të kësaj sfide? Shohim se kush do t'a gjej. Shtren gjep që do. Se kush po fshihet pas kësaj fotografie. Një dhe thonë. A do t'jetë Arjaniti apo Dardani më i shpejt? Kush i ka reflekse? Johan Johan! Unë është typa? Unë është typa? Unë shua për një dorë ty. Dardani Dardani ishte më i shpejt. Unë është typa? Letë vendos. Edhe një. Unë e trusa dorën e tina. Dardani ishte më i shpejt. Dardani e ka shtyp. Dardani ishte i parë. Po kjo ka trus dorën e tina. Unë e trusa Dardanit në shaku. Unë e ngojta. Ka gjys pike. Ti si trus kush është? Gjys pike, po i pikë këtë komplet. Ti e ki drejtën për përgjigje. Kush është? Johan Johan. Johan Johan, ta shohim a është përgjigja sakt. Mëre profesor. Johan Johan. A përse profesorit një ti në verë 5 pikë. Hade u lojare. Ka të telefon. Pa unë jam. Loja e dytë është në favor të ekipit të aktorëve Lshon Ler. Ta shohim edhe rezultatin. Rezultati është 10-5 në favor të ekipit të vikendit. Shka në ndrum pikta? Zënë edhe pak. Shka në ndrum pikta? Po e veç qatë ping-pong e murrën e. Ajde të luju ajo. Ska ndodhi granit. të lujta? Se vitohet këtë gavë. Që është ke mas miri, veç kur ja nistu këfil ajo ftyra e profesorit tonë ndërum Lohan Jahës. Arjaniti e ka shtyp, edhe dorën e Dardanit. Qatë jam konë? Unë isha e para që ta shtype, kështu që... Ti ke mujtë me thonë ana pa qitë fotografi në shtype, po kjo e preki Vesh pari. të tregoj diçka. Nuk moj pa ju tregu dhe publikut edhe kretve. Edhe regjia ashtu nga ka bo me hite. Granit a i ka të Po ferë. s'ka lidhje na i kena dhejt, Për fatë mirë, regjisorin e kemi shumë regjisor sakt, është i sinqert, është një për i regjisorve më të mirë në mediat gjithë shqiptarve. Valon Merina. Regjisorin mos në bë nervoz. Regjisori maj mirë. Le ta shohim se cila është loja e radhës. Hedhja e varseve të rrobave. Lojtari mba në dorë 10 varse dhe nga një largësi prej 2 metrash, i hedh ato në një shufër të vendosur horizontalisht në mënyrë që t'i var ato. Lojën e fiton ai që var më shumë sosh. Koha nuk është e limituar. Kjo lojë ka 3 pikë. Loja e tretë me radhë është hedhja e varseve. Kush nga ekipi i aktorëve do të luajë i pari? Bojari. Unë jam treneri. Bojari, A ti marrë këtu? po, mund është mi marrë varset. Koha nuk është e limituar. Me asistu. Jo, koha nuk është e limituar. Kjo loj ka gjithsej 5 Qërë me se matronat tonat. Duhet pak përqendrim, nuk është edhe shumë e A pa vista bëj një provis, pa? Jo, test nuk unë është në po.
Direkt në lojë. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. E kjo është loja e parë për Bujarin, të shohim nëse Bujari do t'jetë më i suksesshëm. Jo. Koncentrohesh ti në bile 4. Katër nuk shtu betesh as mëri. Koha nuk është e limituar, Bujar. Bravo, Bujar. Për qëndrim maksimal, ne shikojni këtë. Apo një vjerën këtë tjetërën. Jo. Varsja e parë për Hajde, mësë këtë. Bujarin. Mësë nga blethën, Bujar. A do mi provu të shtu. Bravo, hajde Bujar. Ja, dhe një tentim i pasakt nga Bujari, të shojmë edhe 3 varse. Bujar. Ja, varsja e para fundit për Bujarin. Koncentro. Bujar duhet të koncentrim më i madhë. Hajde. Varsja e fundit dhe i pasakt me vetëm një varse. Ekipi Shonder. Bravo. Nga ekipi Vikendi do të luaj Blerta. Blerta dhe une. Dy. Edhe Arjanitin jo 2. Keni mundësi me luaj të dët. Granit a faja pa. Gati. Blef, dumna. Kada, jasno. Piku është Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Të shku të kodë, shumë. Edhe njerë po e përsëris, loja nuk ka kohë të limituar. No! Shtot! Tentimi 23 si pasakt. Mome shtu. Hajde Granit. Të shojmë tani Granitin. Hajde Granit. No! Graniti shumë afër në tentimin e varë, shojmë tentimin e dytë se a do të arritë a varë, së paku një varë se Graniti. Shumë afër edhe këtë herë Graniti. Shkojmë me një duar trokitje pak më të përzemër t'ju lutëm. Graniti në tentimin e tretë. Edhe këtë herë afer, mirë po, nuk arrin të varë varsën. S'ka parikot kërqysh, a? Midon parikot. Edhe 3 varse dhe tani Lesa e rinjës din. në vijën fatale del Arjaniti. ekipi Vikendit. Syze do fitoren kërshoj. Edhe 3 varse për ekipin e Vikendit. Shojmë nëse do të arrin të qëllojnë së paku një për të vazhduar lojën. Shumë është kjo. Hajto në pezu i stoj. Ja varsja para fundit për Arjanitin. Arjanit 2 mirë. Gabon edhe këtë herë Arjaniti dhe ja varsja e fundit për ekipin Vikendi. Që nëse nuk e qëllon këtë, atër do t'ja dhuroj lojën ekipit kundërshtar. Qërë, bravo. Bravo, Bujo, qikash Sa piki ko loja? 5 piki. Shto është i në boras. Rezultati është i barabar. Ej, Pavlo, vesh për njoj këna mujt. I barabar, se i fituat 5 pik. Jo, kjo loja është fitore juja. Rezultati përgjithshëm është i barabar. Nej, ta shojmë, rezultati është 10-10. Duhet tjera, do më thëmë, tonë është në dashti. Bujari ishte ai që i solli fitore ekipit Shon Lerë. Bravo, Bujo. Bravo. Granit çka ndodhe me këtë Që shke mas mirë, që ndodhe si ka po ma të odhes. I prima veti. Çka ka me ndodhe, Ja dhe bëjsha me hile. Ja bëjsha i shtrëngojsha pak ato që nëse kapen. Zakonisht ata që bojnë hile humbin gjithmonë. Edhe fitore të lerë. Ka të ftyrën e vërtet. Të ndëruar shikus, para se të shkojmë në lojën e radhes, na duhet një pauze shkurt, le të pushojmë ne, pushoni edhe jo marketing. Ja ku këthym sërish të dashur shikus në emisionin më të shikuar në media tona, Super Sfida! Po, bravo! Pra, jemi në këtë duel, përballë janë 2 ekipe,
të dyjat janë aktor, ekipi aktorëve Lshon Ler dhe Vikendi. Deri me tani rezultati është 10-10 në favor të dy ekipe. Favor të shikuze. Kështu, po, në favor të shikuze. Kështu që ta shohim se cila është loja në vazhdim. Bartja me sy mbyllas. Garuesi me sy mbyllur duhet t'i bartë pijet në për pengesa dhe gjatë rrugës duhet t'a gjej pijen për t'a pirë. Derisa bashkëlojtari i tij duhet ta orientojë me fjalë. Kjo lojë zgjat 2 minuta. Garuesi që bartë më shumë pije është fituesi i lojës. Kjo lojë i ka 10 pikë. Një lojë atraktive, bartja e pije me sy mbyllas. Sigurisht që ekipet edhe i kanë zgjedhë lojtar, kush do të luajë nga ekipi i Vikendit? Blerta. Blerta do të komentoj, unë do të... Graniti është ai që i bart pijet, Granit e pozicionit, Lutna, eja këtu. Blerta, Arjaniti e orientan, apo? Arjanit lutëm të vendi, mos lëviz. Blert. Kur t'jeni gati, Blert, shko poshtë. Ma me dalë poshtë? Poshtë ma mirë është. Edhe qëtë me... Ka një qenë. Keni kujdes, lojen e fiton a i cili bart më shumë eko. Edhe duni mi hedhë në shport. Kur t'jeni gati, kandonin e pretni, okej. Veç ullesh me Gjamper. Ullu pak. Loja po fillon Me Gjamper, për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Na u duhet pak qetësi publiku. Veç kanë filluar 2 minutat për ekipin e Vikendit, kështu që duhet të nguten më shpejt. Kështu. Apo me qëtë mirë, qëtë me do... Granit, kone keni 2 minuta. Sa? Ju duhet sa 1 minutë e 40 kanë mbetur deri në fund. Dhe sa më shumë pije të bartni. Hajt, nisa. Hajt edhe 1, 2, 3, qëto është të nduar. Et. Ka dar Granit? Et, dhe... Qëtësi ju luta? T'mojt. Ma, jo, tjetra non. Jo, majtë, re harkun duhet me bo hark. Tjetra on prit majtës është djallë. Drejt, vazhdo. Ban hark, Dil jashtë. Jash vijës, ndjoth, halo, edhe pak. Tash drejt, vazhdo drejt. T'mojt. Mojtas. Arëgjohës më sëmëtut. Drejt, dole në parkin. Vetëm edhe 1 minutë, ma shpejt. Minuta e fundit. Granit. Granit, vazhdo e drejt. Ma shpejt. Hopat pak ma të mëdhaj. Ekime ka një. Eki pengesën e ki. Edhe pak, veç e gjysë hopi. T'mojt, onë në mojt. Vazhdo, pengesën. Ec, s'ka lidi, ec. Vazhdo drejt, Granit. Drejt, ec, t'mojt pak. 30 sekunda dhe në fund, Granit. Ma shpejt, Granit. Qështu drejt, ha? Po, drejt është ma shpejt pak. Faleminderit, ma shpejt. Ec ma shpejt, edhe 20 sekonda. T'mojt, onën e mojt, ona mojt. Nëse nuk arrin deri te shporta, do t'jetë ekipi i parë Vikendi që nuk do ta përfundoj. Ta pijen me pi. T'mojt, Granit, Granit, onën e mojt, Granit. Ku del jashtë? 10 sekonda dhe fundit, Granit. Granit, mojt, onën e mojt, Granit. Granit që t'u nalu. Onën e mojt. 3. Vazhdo drejt. Asë një pije heq. Graniti ishte shumë i dohet lojë. Vesh 2 pije. Ku do është? Vesh një që të ndurë, mojë. Graniti nuk arriti t'i bart pijet, jo mos e dhe në shport. Graniti ka bart pijet, po asë se ka qitë. Po dhe këtu. Asë një pije, tani ta presim. Me një pije muj me fitua, po? Po. Anja muj me... Okej, hajdu në gjëzitin tema. Smuj ta me kësyre. Ta shojmë se kush do t'luaj nga ekipi aktorëve Lshon Ler. Unë e ngarkoj. Gardan. Vesh një pije. Bujori, apo? Bujori është ai që mbyll syt dhe do t'i bart pijet, ndërsa Arjaniti orienton, apo? Agani, po. A me lidhë që to dikush? Agani, Dardani. Atje me lidhë? Dardan. Unë edhe komandat. Ti komandat, okej. Isha me hecë se thësh apo bi poshtë, oj blerë. Qovse jemi gati, mbylli syt. Bujar? Bujar, mbylli syt. A muj me ditë vis diçka? A është zhidja e me qysh do që jetë si une? Qysh dush, ndash vrapë, ndash es, ndash edhe salta. Bujar? Loja po fillon për 5,
4, 3, 2, 1. Loja starton. E tani të shojmë se çfarë do të bëj Dardani këtu. Bravo, Buja. Enes Ruju. Ec. 2 metra ki. Ka dole. Një strategji fenomenale e ekipit të lëshon lërë. Pa. Kalo. Bravo. Ec ashtë. Hajde, vazhdo. Qëta që ki ekipi këtë shtorë dhe pak. Kjo me të vërtet një prej strategjive më të mençura deri tani. Ec, vazhdo apet. Vazhdo. 1 minutë e gjysmë deri në fund. Shtriën tokë se të vinë tash. Lusim publiku për qetësi. Edhe pak. Qatë. Qatë. Qunal. Pije. 1 minutë e 20 sekonda. Pije ma shpejt ec. Vazhdo, bravo. Ec, vazhdo dhe drejt. Ec. Vazhdo ma shpejt. Shumë afër pengesës së dytë është S'ka lidhje, vazhdo. Ki pengesë ki për funi me i. Qash të rrit, më së qënë kënë, qash të rrit. Uri dorën poshtë. Lidhë poshtë, që edhe pak e ki. Vazhdo. Po hymë në minutën e fundit. Vazhdo, ec. A me i? Po, kisa dush apsirë, ec. Veses, lirisht. Edhe pak. Ajde 2 metra ki kutin. Ec. Ku është kutia? 50 sekonda deri në fund. Ec. Bravo! Loj fenomenale nga ekipi Lëshon lërë. Kjo ishte shumë kreative. Ronaldo! Bravo! Enes, dash mi përvu farë ciklepish. Bojar, shumë e mirësh. Hati tash. Ekipi kundërshtar shumë ujnë atës me këtë strategji tonë e Bojar. Po, ta dy. Të janë shu ekip. Jo, këto ideja Dardani ti këna ditë mati. Jo, ka dole se ka këtu. Ja, paten mundësi këta me bo. Këtë ekzibicion, apo? Po, paten mundësi. Masi që na dështum. Që me qka kena mujtë po është zotën me një... Me një pije. Shka është portokall, gjo s'ka në si Po, edhe lëmër. me fitu, kini fitu me një. Me një, po që kena marrë dhe pikë. Gjithsesi, Në zëtë lojt. Bojar, një duar trokitje. Bojari fitoj 10 pikë për ekipin e aktorëve Lëshon lërë. Ta shojnë edhe rezultatin. Si duket, rezultati është 20-10 për ekipin Lëshon lërë. Falemnderit shumë. Dardan, po më duket që në këtë emision ishtë desh me jam ndru emrin e ekipit, jo Lëshon lërë, po Lëshon 5. Unë e lërë ka zhag erda. Atëherë na pret loja e radhës në vazhdim, ta shohim cila është ajo. Ajo ne ta shohim dhe tjetër. Një loje e re, sigurisht që organizatorët e kanë menduar këtë loj, pasi që i kemi 2 ekipet aktor. Është një loj pak e vështirë, por besoj që për këto ekipet jo. Kush do të luj i pari nga ekipi i Lëshon lërë? Unë do t'jem me shpinë. Dardani është ai i cili duhet ta gjej fotografi, ndërsa Bojari dhe Agani mund t'i spjegoni. Do me thonë, ashtu si që e pot, del edhe pak në pozicion. Pak ma largë, ma mropa. Qërë Bojari me? Mirë. Varsisht prej fotografisë, monit e dytë mu kyç me shpjegu emrin nuk keni drejt, t'ja jepni edhe profesionin. Okej? Emrin edhe profesionin qka punën, nuk keni drejt me thonë të gjitha tjerat muni qka dëni. Kohën e keni të limitune, 2 minuta, ndërsa kjo loj i ka 5 pikë. Kur t'jeni gati, jeni gati? Po, gati. Qofë se jeni gati, atëherë mund të startojim. Qire mëre mili... Atëherë 2 minuta kohë për të zbuluar këto fotografi. Të uta klasiqe. Vazhdo, e sakt. Luan jo. E sakt. E kjo është e sepse ne si partije. Beqet pa thonë. Bravo. E sakt. Sara, onda, Dona qosja. Bravo. I shko një oni, edhe... 30 sekonda. Ona? Po!
Oh, funny! Can I get a cappuccino? Albacino. Yes! E sakt. Adi, po... Shkon ju, një polic, edhe vjen. A kone, ja? Bravo. Qyre gjari mirë, ti ki talent. Enver Petrovci. Bravo. Shapatime, profesor, unë për veti. Bujarja. Një minut. Brando. Brando. E sakt. Ronaldo. Obrigado, obrigado. Tjetër. Kalo. Tjetër. Peja i Mersever dregoj, më shënetje Doni? por si kroj. Dale, po. Tjetër. Takonomi. You need people like Danilo? me. Danilo. Edhe 30 sekonda deri në fund. Kalo. Kalo, dhe këto? Të ndrua shikus po japim lajmet. Lajmet Sot në qëndrore. Gjakov. Së di. Ale, kalo. Lej fleshat. Kresha. Bravo. 10 sekondat e fundit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Përfundoj. Hajde, mirë. Pos na qëtë fotografi me i Edhe një fotografi e këshim gjithë. Tani e ka radhën edhe ekipi Vikendit në pozicion kush do të thuaj derta është ajo e cila do t'i zgjedh personazhet, do t'i gjej faktikisht personazhet, ndërsa dy animatorët. Qofse jeni gati, më njoftoni. Po, gati jemi. Kaloj Bler. anën tjetër, Kalzojnë që të ka pak. që mos t'i pengoj kundërshtarët. Flas me juve. Ju lutem qetësi gjatë lojës, ha? Kalo. O, Saranda. Donati. E sakt. Nasser Afuna. Nasser Afuna. E sakt. Tjetra. Je shëfërizoj. O, Lavinot Tahiri. E sakt. Kalo. 30 sekonda kanë kaluar. Bon, shile, liu. O, Blerim Peci, t'lutna. E sakt. Kalo. Hajde. Orhan Kërkezi. Kalo. Kjo kërë shumë e fort. Kalo. Sa i përket institucioneve të kujsuves. Kajram në gjepi. Ka kaluar 1 minut. Jakub Krasniqi e ka qëllu tjetra. E sakt. Sikur t'i shakonën e i pori dhe të flesja. Halil Matur. Kalo. Jo Arianiti, nuk është Arianiti, po është Kalo. Granit. E E une. Tjetra. Bravo, Kalo. Pa u mërko, Jemi këtu në Super Speeda. 1 minutë e 30 sekonda. Kalo. Për institucionet e Kosovës, Kosoja për me ndu... Halil Matur. Halil Matur. 20 sekondat e fundit. Kalo. Non. Bemma të më ringin. O, Qumilja. E sakt. Bravo, Kalo. 10 sekondat e fundit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dhe zonë ty stupca. Bravo. Loj shumë e bukur të prezim nga regjia edhe rezultatin. Ekipi Lshon në Lerë është fitues. Ekipi Lshon Lerë është fitues. 14 foto të shëlluara. Ekipi shkërëm. Qka ndodhe Granit Zojrave? Gjithë ko po Te këndër shumë diçka. 14 foto të shëlluara kundër 7. Ka ndodhe me lojëm tjerta si dike, unë e bëllë mirë imi të isha. Këndër shumë diçka, kështu edhe në prezentim dhe në dukje edhe. Sa i përket dukjes, shumë e thjesht të Biciani, në albi malë të ndryshojnë komplet gjendjen. E kështu? Sa i përket ndryshimit tem, një element është shumë i rëndësishëm jetën tem, është një fjallë shumë e madhe, një njerit madhë,
i cili ka thonë që ai person i cili mi tregon të metat ose gabimet e mija, one i konsideroj dhuratat më të mëdha. Kështu që ndryshimet ndodhin kur njeriu i pranon këshillat, sugjerimit ose idetë. Le ta shohim rezultatin e kësaj loje. Fitore ishte për ekipin Lëshonler, ndërsa rezultati është 25-10 për ekipin e aktorëve Lëshonler. Nuk e kanë shumë lerë, po si duke në cilën jenin të pesën. Le ta shohim se cila është loja në vazhdim. Basketbol nga Kolovajza, luhatësja. Garuesi luhatët në Kolovajz dhe gjatë luhatjes ai e merr topin në këmbë dhe gjua në kosht për të shënuar. Gjuajtjet bëhen vetëm e këmbë. Lojën e fiton garuesi që shënon më shumë kosha. Loja zgjat 2 minuta. Kjo garë ka 10 pikë. Loja e rodhës basketbol nga Kolovajza, një lojë atraktive, një lojë që sjell show në këtë emision. Kush do të luaj nga ekipi i vikendit? Do të luajmë që të gjithë mirë, po unë do t'jem ai i cili do ta fus topin në qosh. E janë të pozicioni, Graniti në luhatëse, dërsa Granit. Lerta e shërben me topa. Sa minuta i kemi në dispozicion? 2 minuta i kemi në dispozicion, kjo lojë ka 10 pikë. Kështu që për qëndrim, i keni pikë të nevojshme, Granit. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Ta shohim. Loja starton. Ka nisur koha për ekipin e vikendit, është Graniti ai i cili do të gjuaj, do të tentoj që të shënoj sa më shumë. Është Lerta ajo që po jep topa, ndërkohë Arianiti po e shtyn ja pika e parë. Pika e parë për ekipin e vikendit, 1 minutë e 40 sekonda dhe në fund. Ka dole Lerta. Graniti po mundohet ta ngulit topin, jo vetëm të shënoj. Tenton edhe pikën e dytë ta shënoj. Ka dole Arianit. Kemi hyrë në 1 minutë e 20 sekondat e fundit. Vetëm 1 pikë deri tani për ekipin e vikendit. Duhet ta përmirësoj. Shumë afër se ta shënoj pikën e dytë, shkoj me një duart rokitje, një përkraje për ekipin vikendi. Po ja afrohemi minutës së fundit, shumë afër edhe njerë pikës së dytë. Shumë afër për jo. Kemi hyrë në minutën e fundit, Granit. Duhet t'jesh më i sakt. Jo të mundosh të arrëzosh koshin. 50 sekundat e fundit. Ja dhe shënimi i dytë për Granitin. 2 shënime, 40 sekunda i kanë mbetur ekipit vikendi. është Graniti në luhatëse. Shumë afër pikës së tretë, gjysmë minuti, 30 sekonda kanë mbetur. 20 sekonda deri në fund Granit. 2 pikë deri tani për ekipin vikendi, shumë afër. Graniti po mundohet të ngulis topin. 10 sekondat e fundit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E shënon edhe pikën e tretë. Graniti me ekipin e vikendit. 3 pikë. Ekipi i aktorëve lëshon lerë. Dardan, kush do tjetë në luhatëse? Bujari është ai që shënon. Mami së pare. Shumë mirë, Bujar. Minimumi 3 kosha duhen për barazim, 4 për fitore. Gati janë edhe ekipi aktorëve lëshon lerë. Loja po fillon. Tiko është gati, Skifteri është gati. Le filloj gara. 2, 1. Loja starton. Ka filluar edhe koha ekipit lëshon lerë, është Bujari i cili na e prishi një mikrofon pak më herët, tani 1 minutë e 55 sekunda për të i qëlluar 3 shënime apo më shumë. Ja, tentimi i parë, i dytë faktikisht për Bujarin, që ishte
më i afërt i deri tani. Gulit e Bujar! Edhe një tentim shumë i afërt për Bujarin që po i dëgjon sugjerimet e Granitit për ta ngulitur. Ja koshi i parë. 1 minutë e 30 sekonda dhe në fund shënimi i parë për Bujarin. Shumë afër të shënoj edhe për herë të dytë. 1 minutë e 20 sekonda. Ja dhe shënimi i dytë. Edhe njëherë për të barazuar me ekipin Vikendit derisa po afrohemi te minuta e fundit. Minuta e fundit, Bujar. Kemi hyrë në 60 sekondat e fundit tani, 2 shënime për ekipin Lçon-Ler. Vetëm edhe një për të barazuar dhe e barazon. 45 sekonda dhe një duhet ta shënoj Bujari për të evituar këtë lojë. 40 sekonda. Ja dhe një shënime. Ja fiton këtë lojë ekipin Lçon-Ler Bujari. Rekord, Bujar, dhe. Edhe një tjetër. 30 sekondat e fundit. Tani edhe ekzibicione. Skuadra Lçon-Ler. Deri tani 5 shënime. 15 sekondat e fundit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2. Dhe ekipi Lçon-Ler e ka fituar këtë garë. Bujari e gjetë stilin e vetë, një strategjik. Bravo, Bujar. Me ngulitje, Bujar. Që shpregova në fillim. Bravo, Bujar. Ronaldo. Bravo, Bujar. Shumë bukur. Mbaroj edhe loja, po kemi akoma loj. Mund ta ktheni besoj rezultatin, ta presim deri në fund. Apo ngulita. Si allë ju. Bravo. Bujari ishte lojtori që i solli fitore ekipin Lçon-Ler. Bujar në cilën e keni lëshun. Ler apo të pestën akoma? Ler pestën. Dhe pestë sopa i bënë, pitë parë dhe në pestën bënë. Pestën. Graniti pa 3 shënime, por me gjithat nuk arriti fitoren. Pëse kja shumë i fort. Shumë i fort, ishe mirë po Bujari ta kopjoj strategjin tonë e përdori edhe fitoj. Apo Bujar mu paralojë se apo foli. Skifteri si ka fajet? Kush? Jo, skifteri u dha kurajë të 2 ekipeve. Skifteri të regoj se kush është ma i fort. Zakonisht humbësit duhet ta kene edhe një arsye, apo Bujar? Po. Ta shohim se cila loj është në radhë. Lufta me jastëk. Sfidantët duhet të hipin mbi një trat 12 cm të zgjerë dhe nga aty të luftojnë me jastëk në dorë, derisa ta zbresin njëri tjetrin nga trari. Nëse një pjesë e trupit të garuesit e prek podiumin, atëherë ai e humb lojën. Po në rast se 2 garuesit bimë pavarësisht në të njëjtën kohë, brenda 2 deri në 5 sekonda, atëherë lufta përsëritet. Garuesit nuk kanë të drejtë të sulmojnë me zhymtyrët e tjera të trupit përveç se me jastëk. Janë gjithsej 5 lufta. Koha nuk është e limituar. Kjo lojë ka 15 pikë. Lufta e radhës, lufta me jastëk. Para se të fillojmë këtë garë, një njoftim për të gjithë fëmijët, gjëja më bukur e këtij show është që kemi kërkesa jashtëzakonisht të mëdha nga fëmijët, që një nga showt të jetë edhe me fëmijë. Ju premtoj fëmijët e dashur se shumë shpejt do ta kemi edhe ndonjë junior super sfid, natyrisht nuk do të jetë pjesë e kampionatit, por për relaksimin e fëmijëve, ju ftoj aplikoni të gjithë ju. Aplikoni fëmijët e dashur, edhe ju mund të bëni pjesë e këtij show duke aplikuar si ekip, dërgoni CV-t, fotografit në adresën e Super Sfides dhe shumë shpejt mund të jeni pjesë e kësaj gare. Dërsa te loja e radhës
I kemi garuesit në dispozicion Graniti dhe Agani. Letë filloj luftan me dy lojtare. Në qofë se jeni gati në Loja po pozicion. fillon për 5, 4, 3, 2, Kjo loj ka 15 pikë. Loja starton. Victoria duhet. Atër gjithsejt 5 raundi janë për ta garues, shojmë se kush do t'i fitoj 3 i pari. Stili Kobra i Granitit, që e frikson tani Aganin. Nuk keni drejt. Nuk keni drejt, vetëm e jastek. Nuk keni drejt. Me gjintyr trupit. Me një dorë e losë. Vetëm me një dorë mbati jasteku edhe nuk keni drejt me gjintyr. Shojmë se kush do t'a pësoj i pari Agani. Qudar da. Le ma mu së më. Kjo keves pak e në nashë për Graniti. Qëtësi në pozicione. Dardan. Tani Dardani do të tentoj t'a sulmoj Granitin. Ju e sinjalin kur t'jeni gati. Startane. Shkojmë me raundin e 2, derisa raundi parë për ekipin e vikendit, për Granitin. Dardan ka dhe mirë e stokun, si aj, që ka me klok. Hajde, edhe një. Dhe Graniti është rëzuar. Është rëzuar Graniti. E ka pësuar Graniti. Graniti e ka prejk token. Një. E ka prejk token. Një me një, Granit. Bravo, Dordi. Raundi tret. Arianiti në pozicion, deri t'ja jep sinjolin. Pozicion, Dardan. Sinjolin, qofse, jeni gati? Sa raundi janë? Jo, ja se janë 3. Start. Shkojmë me raundin e 3, shojmë se kush do të dalë në përsi deri tani 1-1. Dardan, përqendrim, 15 piki ka kjo loj. Shojmë se cili do t'jetë më i saktë, jetë. Sa i ka? A 5, apo? Arianit, lema? 2-1 për ekipin Shonder. Dardani i përqendrum këtë luft. Shkojmë raundin e 4, nëse Dardani e fiton edhe këtë, do t'a fitoj 15 pikë. Qfar fuqie nga Dardani? Bujo, se këna fëtulluj, 3-1. 3-1 është përsia për ekipin Shonder. A këna fitu na lije për që? Dardan, këtë në pozicion. Qeshe bujari për luqë. Edhe shpërqen. Hajde vlerë. Ky raundi fundit vetëm sa për syje faqe, pasi që lëshon lerë veç i ka siguruar pikët. Këtë në pozicion. E kësi zot. Pozicion. Buja, këtë në pozicion. Edhe rëzam. Blerë, ti kësi zot. Kur t'jeni gati, mund t'fillojmë edhe raundi 5. E kësi zot, zeme. S'ki nevojnë jam shumë syzat e. Po në syza... prej kun tuk. Jas të i kësë ka të rezim. Buja, kujdes. Në qovë se hum këtë loj, na del problem të gjithë motrive. Bravo, mjerë! 15 pikët e radhës për ekipin Shonder. Bravo! Duar Trogitje ju lutem për luft të vërtet me Jastëk. Moje, Bujar! Loja lufta me Jastak, si duket i futin e gjumë edhe fituesit. Kjo loj i ka 15 pik, ta shojmë rezultatin e përgjithshëm. Rezultati është 50 me 10. Bravo! Ping-pongin e këni fitu. Aktorët Shonder deri në tani po të regojnë një guxim të madh, një luftë shumë e bukur. Kjo i duhet këtij show. Fitore Granit, kemi loja në vazhdim, edhe loja tjera mund të kenë pikë, ndoshta del ndonjë lojë që... A keni ndonjë koment për këtë lojë, Dardan? Kjo lojë e but. Lojë e but, jasë. Fitore erdhë, bam Jastak, bam tok. Bam Jastak, bam tok, 1, 2. Strategia ke urtë e but. Edhe unë jam dakord me thonë 2-1 tjera herë. 2 veta mu do 2 veta me 1, po. Provis me organ. Me të shumën e porën tuk. Leta shojmë se çfarë sfide i pret këto ekipe. Top
Në mesin e fushës vendoset topi i basketbollit dhe dy garuesit duhet ta godasin atë me topat të tenisit për ta shtyer topin e basketbollit deri te vija e bardhë e pjesës së kundërshtarit. Ai i cili kalon vijën e bardhë e fiton lojën. Kjo garë ka gjithsej 3 lojë. Loja ka 5 pikë. Shikues të dashur, para se të startojmë me lojën e radhës, let shkputemi për një çast momente publiciteti, që ndroni ato ku jeni, ne kthehemi pas pak në lojën Top Top. Kthehemi nga një shkputje shkurtë e marketingut, të gjithë ju që sapo jeni kyçur në ekranet e Super Sfides, ju njoftoj që sonte me ne janë 2 ekipe, ekipi i aktorëve Lshonler dhe ekipi i aktorëve Vikendi. Ndërsa fitus deri me tani është ekipi i aktorëve Lshonler. Loja në vazhdim është top. Le ta shohim se cili nga Dardani nga ekipi Lshonler do të luaj dhe Arjaniti. Atëherë në pozicionet e fushës. Unë t'jep topat. Ka për të me ty... Gjithset kjo loj ka 3 raunde. Mos e gjepat. Dilçat, ja? Jo, mrena visti. Brenda nuk keni drejt futeni. Brenda, jo. Jo, brenda... Arjani, dosh më datë me imran. Kur t'jeni gati... Jo. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Bravo. Ka filluar loja dhe me njerë pika e parë për Dardanin. Me njerë pika e parë të vendosë topin në mesin e fushës, raundi i parë për ekipin Lshonler. E në Real Madridin a... Kur t'jeni gati, Shojmë se... ju jep sinjal. Kush do t'a fitoj raundin e dytë? Gjuj, Dardan! A do t'jetë Dardani apo Arjaniti me njerë... Dardani është shumë më i saktë për momentin, edhe pse Arjaniti ka kaluar mesin e fushës. Bravo! Duhet t'jenë të kujtesshëm këta lirmosra që të mos e shpenzojnë tër energjin. Mos gjuja, Dardan! Dardani e godet edhe njerë topin e ndalë me gjitha të Arjaniti. Arjanit! Dhe arrin që ta ktheja të në mesin e fushës. Dro! Po, Dardan, le topa ta. Dro tani ekipi Vikendi dhe shikojnë Graniti e godet topin shumë afër që ta barë rezultatin Graniti. Dhe ka kaluar topi vijën. 1-1 parazohet rezultati. Dhe raundi i fundit final. Granit. Raundi edhe vendimtor për këtë loj, për qëndrim. Derisa t'ju jepi sinjal, mos filloni lojën. Si duket Graniti e do këtë vitore. Pujari dhe Graniti. E qëllon topin Graniti shumë afër që të e fitoj edhe pikën e dytë për ekipin e ti. Duhet të koncentrohet maksimalisht. E godet topin, e godet edhe njerë dhe ka fituar. E fiton të sfit Graniti shumë më shpejt se sa që menduam. 2-1 për ekipin e Vikendit që i fiton 5 pikët e radhës. Bravo, 5 pika. Bravo, 5 pika. Ja, Beli, mëja, gjuje kënej. Gjithsesi, fitore është fitore, 5 pikë, por janë të nevojshme. Bravo, 5 pikë i kanë fituar. Dardan ishe shumë ofër, por... Ki duar shumë drejt. Ma interesant lojën e... Farës dhe la dora, baj. Kësaj radhe Graniti i soli pik ekipit e vetë, le ta shohim edhe rezultatin. 50 me 15. Runo, 50-15 jena. Kemi kujdes. Për ekipin Lshonler. 50-15 kem kujdes, ha? Është një farë. Vestedim. Rezultati i parafërt. Rasisht në qofë se e fitoni veturin, jo... Granitit pak të në të vozis në një. Vesh me vozit. Me naftuin atonë. Ko drejt ju për para një. Pra të dashur shikus, le ta shohim në vazhdim se çfarë sfide po i pret këto 2 ekipe, edhe pse rezultati nuk është shumë i parafërt, por ndoshta del do një loj që do t'i ketë 30 pikë ose më shumë për fitore. Ta shohim cila është loja në vazhdim.
penalti nga litari. Garuesi është i varur në një litar dhe shoqëruesi i tij duhet ta luhas që ta godas topin me këmbë për të shënuar gol. Ndërsa portieri është nga ekipi kundërshtar gjithashtu i varur në litar, derisa dy shoqëruesit e tij e orientojnë për ta pritur topin. Koha është limituar në 2 minuta. Fiton ekipi që shënon më shumë gola. Kjo lojë vlen 10 pikë. Pra, kjo është ajo loja qysh në fillim që ju prezentova, loja penalti nga litari, gjithçka është gati. Është një lojë shumë e bukur, nga ekipi Lshon Ler Bujari është në litar, i cili do të shutoj penalti, ndërsa Graniti është portieri i ekipit të Vikendit. Në qoftë se jeni gati, mund të fillon edhe countdowni. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Nisin 2 minutat për ekipin Lshon Ler. Gjuajtja e parë që ndalet nga Graniti, cili me lehtësi është duke ndalur këto goditje të Bujarit, që duhet të jetë më i saktë, shikojeni këtë goditje. Megjithatë, Graniti e pret prap. Edhe njerë Gjuan Bujari që po merr hovë në ajër. Shikojeni edhe këtë goditje dhe goli i parë për Bujarin. Edhe një tentim nga Bujari, shumë afër. 1 minutë e 30 sekondat në fund. Edhe njerë Gjuan jashtë portës Bujari. Edhe një goditje dhe gol. Goli i dytë për ekipin Lshon Ler. Edhe njerë Gjuan ka pritur Graniti, po e afrohemi 1 minutë e 10 sekondave. Edhe njerë pret portieri njohur Graniti. A ka këshyre me ka më shkan? Minuta e fundit shumë afër, edhe njerë Gjuan Bujari, vetëm 2 gola të tani. Publiku, ku jeni publiku? Minuta e fundit për Bujarin. Duhet jetë më i vëmendshëm Bujari në tentimet e tia. Dardani duhet t'i ndihmoj. Ja, edhe njerë Gjuan pikërisht e unë vije topi. 40 sekonda për ekipin Lshon Ler që të shënoj. Gjuan a njerë dhe shtylla e ka ndarë në të goditje. 30 sekondat e fundit. Graniti po tregot shumë i mirë në pritjen e topa, edhe një tentimi huqur nga Bujari. 18 sekondat er në fund. Qojma do të arritu shënoj edhe njerë. Po afromi të 10 sekondat e fundit. Edhe një gol. 9, 8, 7, 6. Gola për ekipin Lshon Ler. Një lojë shumë e bukur, shumë bukur Bujar. Çështjen e sigurisë e keni 100% të sigurt. Pa marketi është ai që për kujdeset për këtë lojë. Hajde mirë është. Mirë është, gati është. Gjithçka është gati. Graniti është gati, Agani gati, Skiftera je gati. Gjithsesi. Publiku është gati, letë filloj gara. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillojnë edhe 2 minutat e ekipit Vikendi. Gjuan për herë të parë. Bra, Agan. Graniti duhet të shënoj 3 herë ose më shumë. Duhet jetë më i saktë. Graniti për këtë duhet t'i ndihmoj Arianiti nga prapa. Gjuan edhe njerë ka pritur Agani në portën e ekipit Lshon Ler, shumë afër golit të parë. 1 minutë e 35 sekonda. Goli i parë për ekipin e Vikendit. 1 minutë e gjysmë deri në fund. Edhe 2 herë duhet të shënoj për ta barazuar rezultatin. Edhe 2 herë për Granitin. Arianit drejt. Plerta duhet ja vendos topat nga ana e djathtë. Leje Arianit. 1 minutë e 15, Gjuan edhe njerë dhe ka pritur Agani. 3-1 deri tani. Po ja afrohemi minutës e fundit. Gianluigi Buffon. Po e pengojnë topat. Minuta e fundit për Granitin që duhet t'i shënoj edhe 2 gola së paku. Shumë afër për të e shënuar dhe golin e dytë. Ja dhe një tentim dhe gol. 3-2 për ekipin Lshon Ler. Dhe 3-3 para
Loj, blet. 40 sekonda tërë në fund, edhe një goli nevojitet ekipit Vikendi. Levezni. Graniti duhet të shënoj edhe njerë. Publiku, ku jemi publiku? 30 sekondat e fundit, Gjuan edhe njerë dhe ka pritur. Agani pret. Aranit. 20 sekonda, Gjuan edhe njerë ka pritur. 18 sekondat e fundit. Edhe disa tentime kanë betur për Granitin që të shënoj. 10, 9, 8, 7! Njerta! Amater. Amatera jo ishe. Bukur, rezultati i barabar. 3-3. Duhet të ndajmë pikë për dy ekipet. Granit, shumë bukur. Kjo loj do me thonë me që me të baras, le të ndajmë pikë. 5-5. Ta shojmë se qëfar sfide na pret në radhë, dy ekipet le të pushojmë pak deri sa të shojmë se cila është loja e radhës. Vozitja. Njëri nga garuesit duhet të vozis në për një shteg të vështirë me shumë kthesa. Gara zgjat nga starti deri në fund të shtegut dhe nga aty garuesit duhet të kthehen përsëri në pikën startuese. Koha nuk është e limituar. Garën e fiton ekipi më i shpejt. Kjo lojë ka 15 pikë. Pra loja në vazhdim është ngasja. Ngasja me motor, por para se të fillojmë lojen të dashur shikues, të gjithë ju mund të bëni pjesë e kësaj sfide. Natyrisht edhe shoqëria civile mund të jetë pjesë e kësaj gare, jo vetëm fytyrat publike, edhe pse kemi nisur këtë emision kështu, mirë po nuk do të thotë që në këtë garë, në këtë kampionat do të jenë vetëm fytyrat publike. Pra, aplikoni, dërgoni CV-t, fotografit, bëjeni ekipin, mundësisht jepni edhe ide për kundërshtarin, ekipin kundërshtar kënë, për shembull, kishit pas dëshirë ta keni dhe dërgoni CV-t, ne ju presim. Gara është e hapur për të gjithë ju. Ndërsa në lojen e tanishme kush do t'jetë Agani i pari nga ekipi Gjon Ler. Shkojmë deri te motori, Agan duhet t'i bësh 2 gjiro, ai i cili i pari ai cili me shpejt arrin deri të starti, e fiton edhe garen. Agan, je gati, gjithçka në rregull, let presim. Loja po fillon për 5, dhe mund të startoj. 4, 3, 2, 1. Loja starton. Është nisur Agani në rrethin e parë, shohim se çfarë kohe do të arrijë. Po e shihni se ka dhe disa pengesa që duhet i ka përcej Agani, arrin që të ka përcej kthesën e dytë. Mirë, po duhet të kthehet prapa, pasi që ka probleme, diçka me gasjen e politit. Agani duhet të arrinis sërish. Agan! Ndizet sërish Formula 1 e Aganit. Publiku, ku jeni publiku? I dëshirojnë pak sukses Aganit që po arrin të pengesa e parë tani, të cilën e kalon pa problem. Ja, dhe njëra prej kthesave më të vështira pa problem për Aganin, shohem. Edhe një Agan, edhe një! Kohë do të hy në cak, 48 sekonda, gjiroja e parë. Shohem në rrethin e dytës do t'jetë më i shpejt Agani, duhet t'jeti kujdesshëm në këtë kthes. Më parë pati probleme, sërish ka probleme Agani për të e ka përcyer këtë kthes jetë. Duhet ta ndez sërish veturën, motorin, 71 sekonda, po 1 minutë 2-13 sekonda. Koha veç po kalon për Aganin. Që tani po ja afrohet pengesës së parë. Shohem çfarë do të bëjnë në kthesën më të vështirë para cakut. Publiku një përkraje për Aganin. 1 minutë
35 sekonda, 1 minutë 37 sekonda për ekipin Shonë në Lerë. Agani përfundoi lojën. Pati pak probleme edhe me motorin. Jo. Gjithsesi ta presim tash nga ekipi i Vikendit. Nga ekipi Vikendit është Arianiti. Arianiti duhet jetë më i shpejt se 1 minutë 37 sekonda nëse dëshiron të fitoj pikë. Arianiti ka qenë në gjumë gjatë tërë kësaj sfide të sondme. Gati ta presim edhe Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Çdo gjë gati për Arianitin që niset drejt kthesës së parë. Sigurisht e ka më të lehtë pasi që ka parë Aganin në kthesën e dytë që pati probleme, kështu që duhet të jetë më i kujdesshëm edhe ai që të mos i dalet. Megjithatë ka nevojë që të kthehet pak prapa Arianiti. Hajde, hajde! Bojnë me një stop total, 22 sekonda deri tani për Arianitin që dal nga dal po i afrohet pengesës së parë. Niset drejt pengesës së parë, Arianiti ka probleme me kasht momentalisht. Hajde, Agan urim. Edhe njerë du të kthehet prapa, 45 sekonda për Arianitin. Ju thash, Arianiti sonte në gjumë gjatë tërë super sfidës. Vesim gaz, moje, loq. Mos e në Shonë Lerë. Hajde urim. Gaz, Arianit, gaz. Edhe publiku duhet t'je pak kuraju Arianitit, pasi që po ka probleme, jamë në fund. Po e kalon pengesën Arianiti, dal nga dal. E kalon edhe kthesën e tretë, shumë afër cakut, për një kohë prej 1 minutë e 27 sekundave. Largë është për ta ka përfyer Aganin Arianiti, megjithatë, shohim se çfarë kohe do të ketë. Tani ka përcen këtë kthesë shumë më mirë, megjithatë, përsëri kashta problematik. Gaz. Edhe më tej probleme për Arianitin. Po i afrohemi 2 minutave kohë. Publiku një duar trokitje për Arianitin. Kalot pengesa e parë, Arianiti. Tani afrohet cakut, shohim se çfarë kohe do të ketë. Arianiti ekipit Vikendi, 1 minutë, 2 minuta e 10 sekonda. Ko shumë e dobët. Megjithatë, si shta dhe nisi me rëndësi të marrim pjesë në këtë lojë, në këtë super sfidë. Kush ka fitu? Bravo, Arianit! Pikët megjithatë shkojnë te ekipin Shonë Lerë. Bravo! Ekipin kon? Fitoria e kësaj gares i takon Skyfter. Ekipit Shonë Lerë. Shonë Lerë. Arritëm edhe në fundin e kësaj loje, sonte ishte një atmosferë duelit, një atmosferë gares. Për fat të keq nuk kemi 2 fitus. Fitus i kësaj mbrëmje është ekipi aktorëve Shonë të Pestën. Dërsa ekipit Vikendi i dëshirojmë fitore në sfidat e tjera. Kjo ishte mbrëmja jonë, kjo është super sfida të dashur shikues. Shihen përsëri deri javën e tjetër, natën e mirë. Vazhdo drejt. Sikur t'i shakonën e i pori dhe të flesja dhe... Halil Matosh. Jo. Hajde. Orhan Kërkezi.